Jemi së bashku të gjithë ne në spjegimin e ajeteve të surës Jusuf. Një sure e cila ka zbrit mbi shpirtin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për ta forcuar moralin e pejgamberit alaihi salatu wasalam, për ta forcuar bindjen e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, për t'i dhënë kurajo dhe për t'i dhënë vullnet në sfidat dhe në telashet, në provat që i ka, duke bo krahasimet ai në jetën e vet, problemet të cilët i ka, me problemet të cilët i ka pas vetë pejgamberi Allahut Jusufi a.s. Dhe kjo është mësim për ketëve neve se sprovat janë pjesë e jetës tonë. Dhe njeriu ka mu sprovu vazhdimisht dhe për t'i dhonë vetës gajret, për t'i dhonë vetës vullnet, duhet të marrë mësim nga ata që kanë kalu para neve. Këtë rast, Kurani Kerimi është i mbushur me tregimet të pejgamberve të cilët në rrugën e Zotit Dhul Xhelal janë konë të sprovu. Ka prej tyre të cilët janë konë të rrehëm, ka prej tyre që janë konë të ekzekutum, të vranë, ka prej tyre që janë konë të dëbum nga veni vetë, ka prej tyre që janë konë të përgënjeshtrum dhe të etiketum më lloj etiketa. Ka njerëz të cilët në botë jetojnë dhe kënaqën që etiketojnë dikan. Ka kënaqët, aje ka shpirtin e fliqt edhe shpirtin e ullt edhe të smont, kënaqët me etiketu njerëzit, me thonë filani është kështu, filani është ashtu. Dhe kjo ka qenë në popujt e përparshëm dhe ka qenë në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ato janë ushqeje me atë duke etiketu Rasulullahin alaihi salatu wasalam me lloj etikete. Fillimisht i kanë thonë sihirbaz, pastaj i kanë thonë poet, pastaj i kanë thonë fitnexhi, fesadxhi, pastaj i kanë thonë trillus, pastaj i kanë thonë shpikës i një feje të re. E kështu me radhë ja kanë ngjitë dhe ja kanë vesh etiketet të ndryshme që janë konë larg prej akhlakit të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Të njëjtit nuk i kanë thonë pejgamberit alayhi salatu wasalam kur ai ka qenë në periudhën para se me konë pejgamber. Por i kanë thonë pasi që ja i ka urdhnu njerëzit për të mirë, që do me thonë se njerëzit kur e urdhnon dikan për të mirë, në qoftë se ai fillon edhe filozofon, edhe fillon me etiketu, me etiketa, jo kje ka qëllimin që tërkon, jo kje ju se diri, jo kjo kështu jo ashtu, ai e ka shpirtin e smund. Edhe pejgamberi alayhi salatu wasalam kur e etiketun, në fillim të etapës të thirrjes islame e kishte zor me i pranu sendet. Se qysh mundet një popull që deri gje ti ka nderu, deri gje ti ka respektu, tash ta ka kthi shpinën edhe të kanë etiketu me shkambos. Allahu në këtë rast ja dërgon surën Jusuf për me ja kallëzue një realitet Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam se në momentin që njeri fillon të thire ka e hajri, njerëzit shejtani nuk e le zbrazët terenin, por i shtin ata që ata të miren me sendet e kota dhe normal gjunahi e krejt gjunahin tjetër derisa të njerëzit të fundosën në gjunahe dhe nuk janë në gjendje të shohin me si të vërtetat. Nuk janë në gjendje të dallojnë atë të vërtetën nga pa e vërteta edhe miren me kurthet e shejtanit dhe lojat e shejtanit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sikur me ezon një lloj mërzie, por këto ajete të surës Jusuf e përkujtojnë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam një realitet të madh. Dhe vendisohet Muhammed Mustafaja. Po këtu nxjerrët një mësim për neve si musliman, që në rast që dikush që i ki bo mirë, shumë ka që si njerëzit, ti i ki bo mirë, i ki bo nder, i ki bo respekt, e ki nderu edhe ai ta kthen ti me të keqe, ta kthen me vrasësi, ta kthen me fjalë trana, duhesh ta dish se kjo ka ndodhur edhe më herët dhe stimuli i jetës tënde për me vazhdu mirësinë duhet të jetë ajo që Zoti e ka shpallur në Kur'anin famulart. Dhe kanë filluar tregimi i Jusufit alayhis salam duke e pa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam se në jetën e Jusufit pas ka pas telashe, sfida për njerëzve më të afër, pastaj edhe telashe për njerëzve që u ka ballafaquar në jetën e vet me punë tjera. Sikur që është ajetin që na e përfundum dje, kur gruaja e pronarit të shtëpisë, atij funksionarit të shtetit,
bje në fitne dhe në sprov me bukurinë e Jusufit. Na e dim se edhe kemi shpjeguar këtë xhami se Jusufi alayhi salatu wasalam mbas librave edhe mbas transmetimeve që i ka transmetuar sahabët prej pejgamberit alayhi salam, thuhet se Jusufi e ka gjysmën e bukurisë së burrave në dunjë. Gjysmën tjetër e kanë burrat tjerë. Që do me thonë Allahu në fizionomi e ka kriju qëtë shumë të bukur sa që detajet dhe të vinë tash. Dhe kur ajo gruja bje në fitne me bukurinë e Jusufit, bje në kurthën e shejtanit që është një prej gjunahave shkatëruse. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë ijtanibu sab'al mubiqat, largoni nga 7 gjunahe shkatëruse, një prej 7 gjunaheve. Bazë një transmetimit është edhe njeriu të ban zina, të ban amoralitet me një grua të huaj, që nuk e ka nikah, të boje kontakt intim me një grua që nuk e ka nikah. Kjo llogaritet një prej gjunaheve të mëdhaja që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Dhe nuk bën zina ai zinaqari, ai njeri apo ajo gruaja kur të bëjnë tradhti, kur të bëjnë shkelje të urdhnit të Zotit dhe e prekin një sen që nuk duhet me e prek, atëherë thot nuk ka mundësi të jetë besimtar. Nuk ka mundësi të jetë musliman. Pse? Sepse thot i ngritët imani mbi kokën e vet kur njeriu bën zina. Një prej gjunaheve shumë të mëdha që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Isra dhe në Miraj, ku shkoi me taku Allahun dhul xhelal, dul me hec me pa xhennetin edhe xhehenemin. Dhe kur ju shfaqën kategoritë e xhehenemlive e pa një grop tenuri thënë arabisht, sikur me konë rrethume në këtë ont me zit dhe me pas një grik nalt, një grik. Xhehenemlit të cilët janë xhehenemli për shkak zinajës, me laqet i marrin edhe i gjujnë në atë grikën, në atë gropën. Ajo është si një top i rumbullak, veç grikën e ka nalt. Dhe i gjujnë, me laqet i gjujnë në zjarë, dhe ata denohen në zjarë dhe mundohen të në kohën të kapën për ziti që dalin gryk. Dhe kur dalin në atje nalt në gryk, ato me laqet e xhehenemit prap i shtinë dhe binë prap në funin e xhehenemit. Resulullah sallallahu alaihi wasallam thot: "O Xhibril, kush janë këto?" Tha: "Këto janë njerëzit nga ummeti jot të cilët kanë bën zina." Që do me thonë e kanë shkel ligjin e Allahu dhul xhelal, e kanë shkel nderin dhe namuzin dhe kanë shku mas grave të huja, apo gratë kanë shku mas burrave të huj. Dhe kjo u ka bon një dukuri shumë e keqe prezente sot në dunja. Njerëzit nuk i japin moranci punës namuzit, ne udhubillah Zotin arrujt, edhe është u bon zinaja me të madhe. Për atë arsye kanë edhe probleme familjare, për atë arsye kanë edhe çrregullime familjare. Këta ajo vjen nga ajo tradhti që ban burri apo e ban gruaja. Në këtë rast gruaja e pronarit e thret me vetien e vet, me dëshirën e vet, me duke qenë me menën shnosh e thirr Jusufin që ta boje një vepër të shumtuar me ta. Vektim në ndikimin e bukurisë së Jusufit dhe e kërkon që ta realizon një vepër të shumtuar. Në momentin kur ato vetmohen, edhe Allahu i tregon detajet të wa ghallaqatil abwab, i kam shel dritarët, u ka vetmu me ta në një objekt ku se she kërkush, u ka largu prej njerëzve, nuk është prezent kërkush, kërkon nga ai që të ban një vepër të shumtuar. Thot Allahu dhul xhelal wa laqad hammat bihi, edhe ajo kërkoi nga Jusufi dhe ju pregadit Jusufit dhe kishte dëshirë që ta realizon një vepër të shëmtuar, wa hamma biha. Edhe Jusufi ra në ndikimin e bukurisë asaj, laula an ra'a burhana rabbi. Thot e pa shenjën e Zotit dhul xhelal. Në tefsirin e ajetit thot e pa dorën e babës së vet, apo ftyrën e babës së vet, i tha mo o bira, mo o djali jem, mo mos e ban këtë gjë, dhe ai u largu. Tash
kur ai u largu nga kjo vepër, edhe e tha një fjalë, një parolë shumë të madhe të nderit, tha ma'adallah, Allah i na ruaj tha nga kjo punë e keqe, shkatije të mthirta, vrapoj kadera dhe e deshti me dhunë ta çelë derën. Tash këtu është një element, një segment që Allahu xhalla xhelalu tha fastabaqa al-bab wa qaddat qamisuhu. Thot edhe kur u afroi Jusufi kadera, thot ajo pimrapa e kapi në këmishën e Jusufit alayhis salam. E kapi në këmishën min dubur prej mrapa wa alfa sayyidaha lada al-bab. Thot kur e çeli Jusufi derën, kur e pa burri i asaj te dera. Nuk ka më ran për një burr se sa ta zoje grujen e vet duke tradhtue me dika. Kjo është vdekje. Kur ka ardhur ajeti kuranor që ka thonë Allahu dhul xhelal që duhet me prue 4 dëshmitar, njëri prej sahabëve i ka thonë ja Rasulullah, ta takoj unë familjen teme dhe me dikan duke tradhtu. Edhe unë të kërkoj 4 dëshmitar, ka thonë wallahi ja Rasulullah la adribannahuma bi sayfi hadha. Ka thonë nuk shpëtojnë ato nga shpata jeme. Këtu është një element shumë interesant që duhet muslimani ta ketë parasysh. Xhelozia ndaj familjes është fars. Xhelozia ndaj gruas, ndaj bijës, ndaj motrës, ndaj nanës, sa që tregojnë arabët veç kur e ka pasur dikush ka hip përmi devën e vet, ka shku e ka prej, pse është deve e gjinies femërore. Xhelozia edhe ndaj devës, po, që këtu janë konë muslimanët e hershëm, kanë pas xhelozi ndaj familjes vet. Dërsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e ka emëruar një burr që nuk e xhelozon gruan e vet, familjen e vet, ka thonë dejuf, është der. Neudhu billah. Është der se veç deri për këtë kategorive të hajvanëve, të kafshëve, nuk e xhelozon pashortën e vet. Këtë hajvanat xhelozojnë veç deri se xhelozon. Edhe Allah, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë ed-dejuf. Dejuf është ai i cili nuk e xhelozon familjen e vet. Kur e sheh pronarit te dera se Jusufi me gryën e vet mrena dhe këmisha u ka shkoç, thot sayyidaha lada al-bab qalet ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjana aw 'adhabun alim. Tu dash me vetaj se çka po ndodh, ajo pimbra pak ceti dhe i tha o burr, çfarë është dënimi i një personit i cili e ka menut keqen gryës tande, jashtë se ta burgosish ose ta dënosh me një dënim të dhimbshëm. Ka shumë burra ndikohen prej muhabeteve të grave. Nuk e marrin parasysh drejtësien dhe faktet të cilët flasin drejt drejtësisë, po binë në kurthet e shejtanit, që janë në përmet grujës. Gruja, Kurani Kerimi në këtë sure thot inna kejde kunne adhim, ma të tjetë, thot me të vërtet, kurthet e grave janë shumë të mëdhaja, shumë të forta. Që duhet njeri, kur shkon dikun, të ketë kujdese, gratë kanë kurthet e veta, dhe duhet muslimani të jetë larg prej ative kurtheve. Mos merran ato kurthe, duhet të jetë i kujdesshëm. Duhet të jetë i matëm, çka flet, kurri, e sheh se nuk ka kurkush mos hin. E sheh se nuk ka burra mos rri atje. E sheh se nuk është gjendja dhe muhabeti çu shko, sepse ato pastaj lidhen sendet një pas një dhe mund është me ra vektimi asaj që është bërë nga kurthet e grave. Thot kur e pa kështu se u ka kput këmisha, ai buri vendosi tha qala hiya rawadatni an nafsi wa shahida shahidun min ahliha. Atëherë Jusufi alayhi salatu wasalam kur e pa se pronari i shtëpisë filloi të dyshoje te Jusufi, filloi Jusufi të shpalos argumentet. Dhe këtu del një fakt, një argument shumë i madh që në qoftë se dikush të akuzon për diçka, mos hesht. Mos thuj se valla ç'është po heshti unë ne të folesh ka doje. Jo. Obligohesh në qoftë se be akuza ati në pozicion të palakmueshëm, obligohesh me thonë të vërtetën. Me kon që thot dikush se ti e ke bën që ket, thoj valla se po bën. Dhe argumenti është që kjo.
Mos hesh që dikush të ta ngjite një etiket apo një biftan apo një iftira, se ashtu si thash në fillim, ka dikush smund janë Allah. Ka dikush ai ujivat, kënaqet me ta ngjit një iftira tije. Edhe pastaj me atë iftira ai t'i arrije qëllimet e veta. Jo, duhesh me reagu edhe me thonë se që kjo nuk është ashtu. Pse unë nuk e kumbon këtë, edhe unë jam larg asaj. Jusufi çka tha? Tha, ma'adallah, unë kërkoj mbrojtje te Allahu nga iftiraja që ma qëtë kjo gruaja jote. Dhe unë kam argument që unë nuk e kumbon. Ajo më ka thirrë mua dhe unë jam larguar. Wa shahida shahidun min ahliha. Shkon te një njeri meqëm nga familja e zotnijës shtëpisë. Shkon te një njeri dietar i meqëm, lloj kadije, lloj gjykatësi që ka me gjuku. Dhe kjo duhet të jetë vazhdimisht kur dy njerëz s'mujnë mu marrë vesh, duhet një njeri meqëm, një ma plak, një ma i pjekur, me urtësi, me dituri, të gjykoje nërmet problemit. A i shkoj edhe e pyti, tha, që kështu e kumë zonë gryën teme me Jusufin mrejna të dhoma. Kure qela dera, thot e pash, thot qish ish gjendja e këmishës Jusufit? Tha, në qoftë se këmisha e Jusufit u ka shky pre përpara, ajo thot ka rezistu duke e mbrojt namuzin e vetë. Dhe e ka shkoq këmishën Jusufit në gjoks. Por në qoftë se është e shkoq këmisha prej mbrapa, atëre ajo e ka kap ki ka ik. Dhe realitetin që e ka pa pronari i shtëpisë, buri i kësaj Zulejhës në këtë rast, e ka pa se këmisha Jusufit o konë e shkoq prej mbrapa. Thot, fasadaqat wa huwa min al-kadhibin, në qoftë se ka ndodhë që ajo e ka shkoq prej mbrapa, ajo ka rrejt, dërsa Jusufi është prej ative që e ka thonë të drejtën. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadhabat wa huwa min as-sadiqin, në qoftë se e ka shkoq ajo prej përpara këmishën e Jusufit, ajo u ka mbrojt, e ka sulmu Jusufi atë. Falamma ra'a qamisuhu qudda min dubur, thot kur e pan se këmisha është shkosh prej mbrapa, kale innehu min kejdikun, inne kejdekun në adhim. Atëre ju këthi edhe i tha gryës vetë pronari, tha kjo është trillim dhe loj dhe kurth që ka i kini bon ju gratë. Me të vërtet ju i kini kurthat e mëdhaja. Jusufu a'rid an hadha wa staghfir li dhembik. Jusufi u ka largu nga kjo kurthe jote, ndërsa ti kërko që Allahu të t'i falet ti i kusuret. Inne ki kunti min al-khatiin, se me të vërtet pas ke bo një pun të shëmtume. Tash kjo, kur dul ki realitet, fillon me përkesh gruën e pronarit zotnijës në Egjipt atje. Edhe fillon gratë me abu muhabetin. Shumicën e muhabeteve thash e thanmeve e bëjnë gra. Po tash edhe burat janë bon beter grave, edhe mirën veç me thash e thanme. Beter grave janë bon, filoni e tha, filoni se tha, filoni e kish bon, filoni se kish bon, edhe mirën me thash e thanme, ndërsa për para janë ditë se burat kur folin vetëm me të vërtet, jo me thash e thanme. Wa qala niswatun fil Medine, dhe atëre u qunë gratë në qytet atje në Egjipt, Imra'atul Aziz, gruja e pronarit të madh, funksionarit të shtetit, ministrit, turawidu fetaha an nafsihi. Thot e ka detyrue djaloshin e rinj, këtë rast Jusufin a.s. ka dëshegafaha hubba. Nga ajo që u ka dashuru të djali ri, të bukuria e Jusufit a.s. e ka detyru me e bon veprën e shumtume. Inna lena raga fi dalalin mubin, dhe kështu na e kemi pasë ajo me të vërtet është në një humbje të qartë. Falemma semi'at bi mekrihin, kur ajo ndëgjoj muhabetin e thashetan me vetë grave, arsalat ilayhinna, i thiri në konakin e vetë gratë e qytetit. Wa'tadat lahunna muttaka'a, i thiri të ulen në përkoltuqet, wa atat kulla wahidatin minhunna sikina, dhe ja dha krejtve ka një thik ndor dhe ja upruni ka një mollë për ta qaru. Wa qalet ikhruj alayhin, në qatë rasti tha Jusufit din para grave. Tash Jusufi a.s. pozicion është rob në të shtëpi, me qarë. Shka ti thoje me xhbur, se për ndryshe vinë kërcnimet, ose burg, ose dënim i dhimshëm. Tha,
وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن. Kur e pan Jusufin dhe bukurinë e Jusufit, unë dikun edhe ata dhe fillon me thonë, ky njeri me që këtë bukurinë nuk mundet me kon njeri, vetëm se është melek. Dhe nga habitja e madhe prej dorë që ka i kishin ato thikat, i prejtën gishtat e vetë, prej asaj që unë dikun nga bukuria e Jusufit a.s. Wa kunna hasha lillahi ma hadha bashara, dhe thanë, me të vërtet nuk mujmë ta besojmë se që kjo është besher, është njeri, in hadha illa melekun kerim. Thosë, kjo me siguri është një melek bujar. Pse i kanë thonë melek? Pse kanë bo krasim me melek? Se gjithmonë në për fejt përparshme, në për librat e përparshme, melaqet kur janë spjegu se janë krijesat të bukura. Por jo me gjini, janë të bukura, i ka falë Allahu me një bukuri jashtë zakonshëm, por nuk janë gjini, se këtu kanë deviju shumë fe dhe shumë besime, duke i emru melaqet e Zotit se janë vajza apo gra, ndërsa melaqet nuk janë as burra, nuk janë as gra, që nuk kanë gjini, janë krijesat veçanta që i ka falë Allahu Dhul Gjelal, i ka kriju nga drita, nuk hajnë, nuk pinë, nuk hajnë, nuk pinë, vazhdimisht i përkulen Allahut Dhul Gjelal. Vazhdimisht i drejtohen me lutje, vazhdimisht e bëjnë dhikr, vazhdimisht i bëjnë namaz, vazhdimisht i bëjnë tavaf, sa që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha përmi Qabën, që na e kina Qabën në tokë, përmi Qabën në qiellin e parë, gjindet një Qabë tjetër, i thënë Bejtul Atiq, apo Bejtul Ma'mur. Bejtul Ma'mur, thot është qabja e qiellit që Allahu ja ka bënë me laqeve. Tha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, në qabën e qiellit për çdo ditë hin 70.000 melek, bëjnë tavaf Allahut dhe dalin nga qabja, kur nuk kthehen më në qabën e qiellit. Sa është numri me laqeve? Për çdo ditë 70.000. Sa është numri? Numri është shumë i madh që i ka falë Allahu Dhul Gjelal. Një ditë prej ditëve, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke qëndruar me sahabët, duke qëndruar me shokët e vet, dëgjohet një zë i trishtueshëm. Sahabët këshirin gjatë shmajt sikur me ardhë një zonë krismës të madhe në qiell. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot attatis sama. Thot është anku qielli. Kur ja bëjna bre, prej ankesës, është anku thot qielli, ka qitë zonë. Wa hukka leha an ta'it. Dhe e ka hak të ankohet. Ma fiha mawdi'u shibrin. Nuk ka në qiell vend sa kur një shak e dorës, një plam e dorës, illa wa fiha melek. Vetëm se gjindet një melek. Sajid, në sejdë, raki', në ruku, au qaim, apo në qiyam. Qëndron pikure ka falë Allahu me miliarda vjetë, që ashtu rejajnë sejdë rritë se qënë krija. Pse? Kure ka falë Allahu Dhul Gjelal Ademin a.s. i ka thonë, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Dhe thot, përkujto Muhammed kur Allahu i tha me laqeve, se unë jam të kriju një krijes më këmbës në tokë, khalifa. Çka i thanë me laqeve? Thanë, wa nahnu nusebbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. O Zot, po pse be krijon një krijes? Ka me derë gjak, ka me bofesat. A e ki për me të adhuru? Po na të adhurojmë vazhdimisht. Hiq pa unar. Që do me thonë me laqet e adhurojnë Allahu Dhul Gjelal vazhdimisht. Në pozicionet e ndryshme. Ato kanë pozicione të ndryshme. Çdo kush e ka një detyrë. Ka me laqe që ka shkruajnë veprat mira, ka me laqe që ka shkruajnë veprat këqija. Ka me laqe që ka i ruajnë muslimat, ka me laqe që ka i përkrajnë muslimat, ka me laqe që ka i ruajnë fëmijët, ka me laqe që ka të përkra tije në adhurimet tua, ka me laqe që ka pret pigojës tonë dhe me dalë një fjale mirë, e ka për dhe qënë të Allahu Dhul Gjelal. Ka me laqe që ka në special që e marin duan, ka me laqe që special që ka e marin namazin dhe e qënë të Allahu, ka me laqe të cilët e marin special e marin sadakajën tande. E kështu me radhë, ka me laqe që ka mbledhen në për mezhliset të dijes dhe prezentojnë ku ka vende që mbledhen njerëzit e madhurojnë Allah.
Ka me laqe të cilët vinë të ndihmojnë leximin e Kur'anit, e kështu me radhë, ka me laqe që e bin shivin, ka me laqe që ka i majnë kodrat, e majnë tokën, ka me laqe të xhennetit, ka me laqe të xhenemit, dhe kategoritë e me laqeve të shumta që i ka falë Allahu që nuk dihet numri i atyre. Por krejt ata janë të krijuar fizionomien e bukur që ka dashur Allahu xhalla xhelaluhu ti krijon. Për atë arsye këtë gratë kur e kanë pa Jusufin në bukurinë që i ka mahnit gratë, kanë thonë ma hadha bashara. Ky nuk mundet të jetë, shansat nuk janë që ki të jetë krijese e thjeshtë. In huwa illa melekun kerim, ai mundet të jetë vetëm se një melek bujar. Këtu del në shesh se mahnitja e madhe që ndodh prej grave ndaj bukurisë së Jusufit alayhi salatu wasalam, që më pastaj i japin hak asaj gruajes këtë gratë të qytetit se kanë rënë në ndikimin e Jusufit alayhi salatu wasalam. Ne lutim Allahun dhul jalal që Allahu te baraka wa taala të na mbroje nga kurthet e grave. Ne lutim Allahun xhalla shanu wa xhalla jalalu sprovat të cilët na vinë në jetën tonë të jenë këto ajete kuranore të jetës së Jusufit për neve stimul dhe për neve si lloj nxitje që ti te kalojmë me sabër dhe me urtësi. Lutim Allahun xhalla shanu rinin tonë në Islam ta udhëzon, pleqve tonë të jep ymër gjatë dhe shëndet të plot, të smuntit, të shëron, të burgosurit pa fajshëm, të liron, ata që janë të idhrum me zvete, të pajton Jannatul Firdausi nasib në i ban. Aqulu ma tasma'una wa astaghfirullaha li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.